Goni, përshëndetje. Pra jam në këtë live stream në qytetin e Shkodrës. Shme ndodhem tek pjesa tek bashkia, tek pjesa qendrore e qytetit. Prania e qytetarëve është shumë e vogël sot e këtu, mbase për arsye të kohës keqe, sepse bie shi. Temperatura nuk është shumë e ulët, por shiu ndoshta ndikon që njerëzit mos dalin. Dhe qytetarët preferojnë të qëndrojnë më mirë në shtëpi se sa të dalin. Kemi një kënd lojë është improvisuar. Adriatik, respekte.
Zëzmir, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Po, Shkodra është shumë vjetët i bukur, ndaj edhe ne kemi ardhur sot këtu. Po drejt i bie shi. Nuk është shi kështu i rëmbyshëm, është shi i qetë, por ka shi, do të thënë. Ka pasur thuajse gjithë ditën sot. Me intervale ka pasur edhe momente që ka pushuar shiu, po ka pasur shumë shi. Kjo rrugë këtu, thuajse gjithë vitin ka kalimtar me bicikleta, sepse njihet Shkodra për bicikletat. Por sonte është natë me shi, kështu që është e pamundur lëvizet me bicikletë. Faleminderit Xhasmir. Duke qenë se jam pak i lirë, më pëlqen dhe ti ekspozoj, ti bëj promocion gjërave të bukura, por jam dhe tipi vetë që më pëlqen natyra, kështu që ndaj edhe vi edhe shëtis në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Pema Vjetri dhe Krishtlindje. Imagjinojeni atmosferën që ishte në Korç. Totalisht ndryshe.
Do të pastroj pak kamerën, falni pak sekonde. Sepse bie shi edhe kamera merr pikat e shiut, do të ne jemi duke filmuar. Shpresoj që të shikoni një figurë sa të pastër. Pra miq që sapo jeni futur në live stream, ndodhem sonte në Shkodër. Shpresoj që t'ju pëlqejnë këto pamje. Megjithëse është pak shi këtu. Por unë do të vi sërish në pranverë, kështu që megjithëse isha i lirë, mendova të vija sot këtu. Shikoni sa e bukur Shkodra, se kjo është pjesa më e bukur që në pranverë kam ardhur këtu disa herë për foto dhe është shumë e vëlluar kjo zonë me qytetarë të ndryshëm. Por tashmë jemi në dimër, qytetarët preferojnë të rrinë ngrohtë në shtëpi. Arkitektura e objekteve këtu është tepër e veçantë në Shkodër. Dallon thuajse nga të gjitha qytetet shqiptare. Për punë arkitekture ose për bukurinë e arkitekturë, unë do të veçoja Shkodrën, Beratin, Gjirokastrën, mbas edhe ndonjë qytet tjetër që nuk më kujtohet për momentin, por këto tre qytete mendoj se kanë objekte më të veçanta për punën e arkitekture. Shpresoj që vlerat të ruhen, mos dëmtohen. Si shohim, duhet mirë mbahen sa më shumë objektet që kanë këtë lloj arkitekture. Kam dhe pak vështirë, sepse jam me një dorë, shkruajnë të dritaret tipike shkodrane. Pra duhet të mirëmbahen, duhet ketë gjëra moderne, kuptohet, po në lagje të caktuara nuk duhet lejohen, absolutisht nuk duhet lejohet të dëmtohet imazhi ose vërtetësia e një qyteti. Shkodra njihet si qyteti i traditave, kështu që mendoj që shkodranët do t'i ruajnë traditat gjithmonë.
Elvan Zdini, faleminderit. Përshëndes. Me respekte. Pra miq, cilët jeni më të shumtë në numër tashmë, ndodhet në qytetin e Shkodrës. Kisha dëshirë të vija patjetër tani këtu, sepse unë do të vi sërish në pranverë, ku këto lokalet gumzhin, njerëzit janë më të shumtë në numër, plus që ka shumë udhëtarë që përdorin bicikletat në Shkodër, por e kisha përmundur të rezitoja, nuk mund të rria pa ardhur tani, plus që kam patur edhe shumë kërkesa nga fansat e mi që më ndjekin në faqe për të ardhur në Shkodër, kështu që erdha sonte. Sot isha edhe në qytetin e Krujës. Në Krujë vizitova pazarin, ku ka shumë artikuj me simbolet tona kombëtare. Por vizitova edhe muzeun e Krujës, e keni videon aty, sot pasdite është bërë. Si shohim, kafenet janë bosh, sepse është freskët, është thot. Kjo rrugicë këtu gumzhin gjithmonë në pranverë ose në verë. Por sonte është edhe koha pak me shi, kështu që ndikon shumë. Elvan Zdinit, përshëndes, me mbrëma, Vreli, me mbrëma. Kjo është Shkodra e bukur, Shkodra e traditave. Këtë shumë mirë mbajtur, me fasadë të rregullt, me dritare të rregullta, shikoni. Kështu do doja të shikoja të gjitha objektet e tjera, të cilat po jo shkaj tash në video. Do doja të shikoja të gjitha të rregulluara kështu, duke ruajtur traditën dhe kulturën. Evans, shpresoj që video të pëlqej. Shumë respekte për ty edhe të gjithë emigrantët tanë, vëllezërit tanë shqiptarë që ndodhen në kurbet. Besoj se këto video vlen më shumë për ta, sepse ne që jemi këtu e kemi mundësinë, mund të vinë, mund të vizitojmë vendet tona, por shqiptarët që janë në emigracion, në emigrim, si mund ta them, kanë më shumë mall për vendin. Kështu që këto video mendoj se janë më tepër të vlefshëm për ta. Në Shkodër shikoj shumë pastërti, absolutisht nuk kam parë stolet dëmtuar, si më ta them, ose plerat hedhura gjithandej. Pra, vërtet, qytet në përshtypje shumë të mira, siç e shikoni edhe vetë, pastërtia është në maksimum. Pra, gjëja vetme që nuk më pëlqen, e kam thënë edhe herë tjera, e shikoj në shumë qytete shqiptare, janë pjesa e kablave, televe që kalojnë sa nga njëri objekt në tjetrin,
që për mendimin tim duhen zgjidhur nëpërmjet ovacioneve toksore. Kjo është vetëm një gjë që shikoj negative këtu në Shkodër. Mendoj se edhe disa objekte kanë nevojë deri diku për ndërhyrje. Për shembull, këtë objekti këtu, mendoj që ka nevojë për ndërhyrje. Sepse dritaret duket që janë dëmtuara, por edhe muret ka nevojë të rregullohet fasada patjetër. Si që shikoni edhe vetë, këtu kemi një objekt shumë të rregullt, pak nga fasada po flas. Ngjitur me të kemi një objekt tjetër i cili kërkon ndërhyrje. Faleminderit tërë. Faleminderit. Përshëndes. Tashme unë e kam përshkruar të gjithë rrugën këtu, rrugicën. Kush dëshiron mund të kthehet prapë në video dhe mund ta shikojë. Ndërkohë po vazhdoj përpara. Mirëmbrëma Girls. Do të pasoj pak kamerën tash, më falni pak. Dalila mirëmbrëma.
Mbet qefi që kanë persona cilët e të pëlqejnë videon ose kanë përshtypje të mira për video, kështu që ju uroj shikim të këndshëm. Do kemë dhe pak minuta në live stream. Kemi temën e Krishtinit dhe vitit të ri, do dohet ta fokusoja pak edhe nga kënd këtu. Tash me festat ka përfunduar, besoj se këto ditë edhe tema do të hiqet. Faleminderit Andrea. Po pse jo, do të shkoj. Flavia më mërma. Kanë gjarë originale të kanë parametrë. Malbora Shkodra është e bukur, kështu që po e shijojmë. Besoj se vitin po shijojmë edhe miqt, cilët na ndjekin në këtë live stream. Përshëndetje Kosovës. Përshëndes gjithë vëllezërit dhe motrata në Kosovë. Shikoj një Rafael, përshëndes. Faleminderit. Të paktën për këtë rrugë që po përshkruaj unë, shikoj një rrugë të mirë mbajtur.
shumë pastërti, çdo gjë perfekte. Faleminderit Flavia, përshëndes. Faleminderit Rafael, Ernest, faleminderit. Po Melisa është shumë bukur. Ndoshta sinjali i internetit tregon pak dobët, nuk e di, dikush më shkruaj, a shikohet pastër? Jammas. Po, faleminderit. Do të qefi që shikohet pastër, sepse jam në rrjetin e telefonisë celulare, kështu që mund të ketë dhe probleme. Siç kisha në live streamin e parë. Faleminderit Evans. Në live streamin e parë kishte probleme rrjeti, kështu që detyrova ndërpres. Do të tonë, po puno, se po të punosh, shikojnë vetë njerëzit. Po duhet punë.
Atëherë mi që unë këtu do të mbyll të live stream. Shpresoj që video të ketë pëlqyer.